Telegrafi Business Premier Night mblodhi bashk partner, bashkëpunëtor dhe miq të biznesit në një event të dedikuar inovacionit, ideve të reja dhe komunikimit. Atmosfera në Cinestar nisi me kohën e dedikuar për rjetëzim. Me një qasje më të afërt dhe në një format të jashtëzakonshëm, jo formal dhe argëtues, të ftuarit patën mundësinë që takimet spontane t'i kthejnë në dialogje, të ndajnë eksperiencat e tyre profesionale, duke dhënë mundësi shkëmbimit të përvojave dhe bashkëpunimeve në sektore të ndryshme biznesore. Eventi pasoi me prezentimin e vizionit të Telegrafit, synimin e projekteve të reja, si dhe energjinë e qasjen inovative që portali po ndjek për të ndërtuar një ekosistem modern mediatik. Në skenë, drejtori ekzekutiv Gentian Luka solli perspektiven e zhvillimit dhe transformimit të platformës. Ndër të tjera me 2 projekte, aplikacionin e ri të dedikuar sportit, lancimin e tij, si dhe kanalet e veçanta të Telegrafit për biznes. Mysafiri special Valon Canhasi dërgoi vëmendjen në dimensionin e teknologjisë, duke shpjeguar rolin dhe atë se çka duhet të dinë bizneset në implementimin e inteligjencës artificiale në biznes. Ndërsa Kristian Kabashi prezentoi rëndësinë e ruajtjes së të dhënave në epokën e AI, përmes platformës saj Bip.ai si një aplikacion që kujdeset për sigurinë kibernetike. Kjo mbrëmje u përmbyll me një eksperiencë vizuale me premierën e filmit Na ju sini, na ju don't, të shfaqur ekskluzivisht në sallën e kinemas Cinestar në Prishtina Mall. Telegrafi vazhdon të krijojë hapësira që promovojnë projektet, njerëzit dhe zhvillimin, duke e çuar komunitetin e biznesit drejt një tregu të mirëfillt bashkëpunimi.